Përshëndetje vletar. Sot për bojmë një video se ko gjamati s'kena bo. Bletët I kena për mrekulli. Edhe koha nuk është bash ideale, pak ftoft po. Ma mirë ftoft se nxehtë. Edhe helikoft më ngjitje një në kom. Ja. Si s'duken, janë për mrekulli. Janë të forta shumë. Dy kate janë për plot me mizë. Ky kati nelt është kati mjoltit. Këto dy janë një katë që këto janë blet ndihmëse. Mirë po, si vjetë duket të jetë viti ma premtos pak, qëse nuk bëhet nxehtë shumë. Koha ideale është nga 20 deri në 30 gradë ose 20 deri në 28 mas. Ma ideale koha për grumbullim të mjoltit, po prap se prap ma mirë është më konë 18 gradë se 35 gradë. Ja, për mrekulli. Janë shumë të forta. Dolin nga 2 dyert. Për mrekullie. Ja. Sepse unë I mbaj me 2 dyr. Është kati parë, ku qëndron oma është diafragma me derë. Pastaj është kati mjoltit. Si që shifës për shembull, nuk ka shumë miza me pi ujë, do të thotë kur ka miza pak që pin ujë, ato bëjnë nektar. Ja. Çfarë mrekullie. Për marak. Plot, në gjitha onët. Jemi mundu t'i ndalojmë nga rritja, sepse nëse rrit bleta, kot është pastaj. Kot nëse rrit bleta. Nuk bjen mjalt, edhe plus kur del nga koshierja e han mjaltën, gjitha mizat 20-50% ose 60 dolin nga koshierja. Të gjitha hajnë mjalt që të kenë rezervë për 3-4 ditë, sepse nuk e din
sa do t'ju zgjat qëndrimin pemë apo kudo që shkojnë. Mirë po, i kam shiqu, për momentin ka prurje të konsiderueshme të mjaltit. Çka bëhet ma vonë s'e di. Vetëm inshallah nuk e kap në thatësi e madhe. Se shumë ma rrezik është nxehtësia se sa me kon vranësira, s'ka problem, dalin edhe mbledhin. Kurse mbi 35 gradë s'ka, mbi 30 gradë s'ka nektar, tjerët. Me kaq ju përshëndes. Inshallah kemi një vit në barë si vjetë. Me që me shnet.